Ka një fjali që inxhinierët përsërisin në shkolla teknike. Nëse diçka duket shumë e huaj për të funksionuar, ndoshta është sepse askush nuk e kishte tentuar më parë. Këta dimbëvjet kamion janë prova e gjallë se rrallësia dhe funksionaliteti mund të ecin dorë për dore. Nuk kërkonin të ishin konvencional, kërkonin të zgjidhnin probleme në mënyra që askush tjetër nuk i kishte imagjinuar. Dhe në atë proces, krijuan makina që sot na bëjnë të pyesim veten se si dreqin dikush mbërriti te ato ide, por funksiononin, dhe disa dekada më vonë ende bëjnë. T'ja nisim. Numri 12. Fodens 2. Mickey Mouse, Mbretëria e Bashkuar, vitet 50. Disa kamion friksojnë me praninë e tyre. Fodens 2 përkundrazi dukej sikur ju buzëqeshte. Nofka e tij, Mickey Mouse, nuk mund t'ishte më e gjetur. Kur e shikon përballë, zhami i ndarë dhe formate rrumbullakosura të pjesës ballore krijojnë diçka pothuajse karikaturale, sikur një ilustrues vizatimesh të animuara të kishte projektuar një kamion pas shumë kafeve. Është e pamundur të mos skicosh një buzëqeshje kur e sheh, por në atë fytyrë simpatike rrihte një makinë absolutisht serioze. Në vitet 50, ndërsa shumica e prodhuesve britanik vazhdonin të përdorin kabina qeliku të rënda dhe të prirura për të ndryshkur në shiun e përjetshëm të Mbretërisë së Bashkuar, Foden bastoi për diçka pothuajse futuriste. Një ndërtim të përbërë me fiber, zhami të përforcuar. Në atë kohë, kjo ishte teknologji hapësinore. Më e lehtë, më rezistente ndaj korozionit dhe shumë më e rrezikshme për të prodhuar. Shumë menduan se do të ishte një dështim. Nuk ishte. Në atë kabinë me pamje miqësore, jetonte një motor nafte me 2 koha që nuk kalonte pa u vëndre. Nuk ronte si motorët konvencional. U lërinte. Kishte një tingull të mpreth, konstant, pothuajse metalik, që dëgjoi kilometra larg. Nuk ishte i shpejt. Mezi arrinte rreth 20 milje në orë, por kishte forcën e nevojshme për të tërhequr ngarkesa të rënda në rrugët e ngushta dhe të pjerta britanike pa u dorëzuar kurrë. Dhe këtu është gjëja kurioze. Ajo që dukej si një dizajn i huaj, pothuajse naiv, doli të ishte çuditërisht aerodinamik për kohën e tij. Pa dashur, pa e kërkuar, ajo fytyrë e rrumbullakosur ndihmonte në prerjen e erës më mirë se shumë nga rivalët e tij katror. Fodens 2 nuk mbijetoi vetëm. Ai u zhdërua në një ikon. Është një nga ato raste ku industria rrezikon gjithçka dhe fiton. Dhe sa herë që një i tillë shfaqet në një event automjetesh klasike, njerëzit grumbullohen rreth tij, jo për fuqinë e tij, por për atë fytyrë buzëqeshse që duket sikur thotë: nuk jam një kamion, jam një mik. Numri 16. Erf Këv Clearview, Mbretëria e Bashkuar, vitet 50. Imagjinoni të ngjisni një kamion gjigant dhe të mos shihni pothuajse asgjë. Gjatë dekadave, xhamat e ndarë dhe dritaret e sheshta krijonin pika të qora të rrezikshme që e kthenin manovrimin në rrugë të ngushta ose doke ngarkimi me një akt të vërtet besimi. Shoferët mësoheshin të jetonin me këtë, të kthenin kokën her pas here, të luteshin që të mos kishte ndonjë këmbësor në këndin e vdekur. Dhe atëherë u shfaq Erf Këv Clearview. Shkurtesat nuk ishin marketing i kot, nënkuptonin fjalë për fjalë, pamje qartë. Xhami i tij panoramik i lakuar, me koshe të rrumbullakosura, duke i dal nga një lokomotiv futuriste. Papritur, shoferët mund të shihnin më shumë rrugë, më shumë këmbësor, më shumë pengesa. Në një kohë ku siguria nuk ishte prioritet për askënd, kjo ishte pothuajse revolucionare. Por gjëja interesante e KV është se kombinonte atë estetik të avancuar me një mekanik ultra konservatore. Nën kabinë zakonisht jetonte një motor Gardner prej rreth 150 kuajsh. Gardnerët ishin të famshëm për një gjë: ishin të ngadalt në rrotullime, jashtëzakonisht efikas dhe pothuajse të pamundur për të shkatëruar. Nuk ishin më të shpejtët, nuk ishin më të fuqishmit, por mund të lëviznin më shumë se 30.000 pound pa u ankuar për vite e vite me radhë. Dizajni i tij i rrjedhshëm, pothuajse art deco, tyhej me kamionët katror të paraluftës. Maskerina duke e integruar në një pjesë të vetme me balinën. Dritat shkriheshin me linjat e karocerisë, gjithçka dukej më moderne, më e menduar. KV nuk bërtiste fuqi, nuk kërcënonte me praninë e tij. Përcilte besim, atë ndjesi se automjeti e di çfarë bën dhe do t'ju çojë atje ku keni nevojë pa probleme.
Dhe kjo, në botën e ashpër të transportit britanik të pasluftës, e zhderoi atë në legjend. Numri 7. Om Super Orione, Itali. Vitet 50. Italia gjithmonë ka pasur një marrëdhënie speciale me dizajnin, por kur mendojmë për kamion, nuk zakonisht imagjinojmë elegancën italiane. Om Super Orione erdhi ta ndryshonte këtë. Në vitet 50, shumica e kamionëve europian besonin te motorët me 6 cilindra në linjë. Ishin të besueshëm, të parashikueshëm dhe, të jemi të sinqert, disi të mërzitshëm. Italia vendosi të mos ndiqte skenarin. Super Orione, jo vetëm që impononte me lartësinë e tij dhe qëndrimin dominues, maskerina e tij, me formë mustaqesh të kromuara, i jepte një shprehje pothuajse aristokratike, sikur po i shikonte pjesën tjetër të kamionëve nga lart, me atë përzierje krenarie dhe superioriteti që italianët e zotrojnë aq mirë. Kishte prani, stil, krenari industriale. Por gjëja vërtet goditëse ishte nën kabinë, një V8 nafte në 90 gradë. Në një kamion tregtar të viteve 50 që nuk ishte zakonshme, ishte një deklarat qëllimesh. Me rreth 170 kuaj, që në atë kohë ishin gjigant, Super Orione ishte projektuar për një mision shumë specifik, të ngjitej në qafat alpin, i ngarkuar deri në limit pa i mbetur fryma. Ndërsa kamionët e tjerë zvariteshin në pjerësi, duke humbur shpejtësi metër pas metri, ky shtunte me autoritet, me atë tingull të thellë të V8 që bënte jehon në tunelet e maleve. Ishte i paharrueshëm, i fuqishëm, pothuajse teatral. Mund të tërhiqte më shumë se 40 ton, duke u bërë protagonist i të ashtu quajturve trena rrugor italian, shumë kohë para se rregulloret moderne të kufizonin madhësitë dhe peshat. Ishte inxhinieri pa frikë, me atë pasion që italianët vendosin në gjithçka që bëjnë. Super Orione përfaqëson një moment në të cilin Italia vërtetoi se talenti i saj mekanik nuk kufizoi në makina sportive të kuqe. Gjithashtu dinte të ndërtonte gjigant pune me personalitet. Ishte i sofistikuar, por brutal kur duhej. Numri 9. Atkinson Borderer, Mbretëria e Bashkuar, vitet 60. Disa kamion kërkojnë të jenë elegant. Atkinson Borderer donte të imponohej. Balineti e shesht, radiatori i tij gjigant dhe në qendër një A e madhe brenda një rrethi që dukej si një emblem lufte industriale. Nuk përpiqej të pëlqehej. Nuk përpiqej të ishte miqësor. Përpiqej të bënte të qartë se kush komandonte në rrugë. Por gjëja vërtet e huaj nuk ishte pamja e tij, por ndërtimi i tij. Atkinson ishte pionier në përdorimin e kabinave prej fibre xhami të përforcuar shumë kohë para se kjo të bëhej standard në industri. Ndërsa prodhuesit e tjerë vazhdonin të besonin te qeliku i rënd, ata bastuan për materiale të përbëra më të lehta, rezistente ndaj ndryshkut, por edhe më të zhumshme dhe shumë më pak të izoluara. Dhe kjo përcaktonte përvojën e ngasjes së një Borderer. Nuk ishte i rehatshëm, nuk ishte drejtim të asistuar, freksioni kërkonte një këmbë të fortë dhe në dimër i ftohti hynte pa mëshirë përmes asaj fibre. Brendësia dridhej, rezononte, buqiste me çdo shpërthim të motorit. Ishte një kuti fibre e mbushur me zhurmë mekanike, një përvojë ndjesore intensive. Por shoferëve u pëlqente dhe kishte një arsye. Çdo Borderer mund të bëhej praktikisht sipas porosisë. Atkinson ndërtonte shumë nga kamionët e tij me porosi. Mund të zgjidhje motorin, kutinë e shpejtësisë, konfigurimin e akseve. Ishte pothuajse artizanal në një industri që fillonte të standardizohej. Shumica montonin motor Gardner me reputacion legjendar. Nuk ishin shpërthyes, nuk të ngjitnin pas sediljes, por ishin të përjetshëm, të projektuar për të përshkuar qindra mijëra kilometra pa u dorëzuar, me pesha të kombinuara që sileshin në rreth 71 pound. Borderer ishte simboli i epokës së artë të transportit britanik, ku shoferi vërtet duhet të zbus makinën, ta kuptonte, ta ndjente. Nuk ishte i rafinuar, nuk ishte i heshtur, ishte karakter i pastër. Dhe ky karakter e ka zhduruar në një nga klasiket më të kërkuara nga koleksionistët e të gjithë botës. Numri 8. Fiat 682 N2 Itali, vitet 50 deri 80. Disa kamion plakën, të tjerë zhduken. Fiat 682
N2 thjesht vazhdon të jetë aty. I lancuar në fillim të viteve 50, ky model nuk ishte më tërheqësi as më i shpejti. Dizajni i tij me mustaqet klasike të kromuara në maskerin jepte një shprehje pothuajse miqësore. Asgjë friksuese, asgjë egzageruar. Dhe megjithatë u shndërua në një nga kamionët më rezistent të ndërtuar ndonjëherë. Gjëja e huaj e 682 N2 nuk ishte forma e tij, ishte rezistenca e tij absurde. Në disa rajone të Afrikës dhe lindjes së mesme, këta kamion u mbingarkuan deri në 200% mbi kapacitetin e tyre nominal. Të projektuar për një peshë të caktuar, përfundonin duke transportuar 50 ose 60.000 pound pa u thirrë shasia, diçka që në teori nuk duhet të ishte mundur. Por qeliku i kornizës thjesht nuk dorëzohej. Motori i tij nafte, i ngadalt në rrotullime dhe me një forcë bujare, mund të punonte me karburant të cilësisë së dushimt, pa u ankuar, pa protestuar, pa u ndalur. Nuk vraponte. Mezi prekte 45 milje në orë, por kur nuk ishte çështje shpejtësie. Ishte çështje mbërritjeje. Dhe mbërrinte. Ndërsa makinat e tjera moderne dështojnë pas pak vitesh, 682 N2 vazhdoi të punonte për dekada. Disa ishin në prodhim në variante të ndryshme për më shumë se 30 vjet. Kjo nuk është normale në industrinë automobilistike. Ishte bazik, pa kondicioner, me drejtim të asistuar opsional, brendësi spartane, por mekanikisht ishte pothuajse i pashkatërueshëm. Në një botë të fiksuar pas sëres, pas së fundit, Fiat 682 N2 u shndërua në simbolin e inxhinierisë së përhershme, një mjet i bërë për të zgjatur më shumë se gjenerata që e bleu. Dhe ende sot, në ndonjë cep të largët të planetit, ka të ngjarë që të ketë një duke punuar. Numri 7. Krupp Mustang, Gjermani, vitet 50 deri 60. Nëse dëgjoni diçka që tingëllonte si një breshi metalike që afroi nëpër rrugë, ndoshta ishte një Krupp Mustang. Ky kamion gjerman ishte i famshëm për diçka që sot duket pothuajse e pamundur: një motor nafte me 2 koha. Ndryshe nga motorët konvencional me 4 koha, Krupp me 2 koha ndizej me shumë më tepër shpejtësi, duke krijuar një tingull të shpejtë, pothuajse agresiv, që shumë e përshkruanin si një përzierje mes makinës industriale dhe mitralozit të largët. Nuk ishte një tingull i butë, nuk kalonte pa u vënë re. Ishte një ratatat konstant që bënte që kushdo në rrugë ta dinte se Mustang po afrohej shumë kohë para se ta shihte. Sistemi i inxhinierisë ishte gjithashtu i huaj. Përdorte një fryrës pastrimi për të detyruar ajrin brenda cilindrave, duke lejuar që motori të punonte me efikasitet edhe në ngarkesa të larta. Nëse i mbaje rrotullimet e larta, kamioni përgjigjej me forcë dhe fuqi. Nëse i linje të binin rrotullimet për minutë, fillonte të humbiste energji dhe të nxirrte tym nga të gjitha anët. Ishte një kamion që fjalë për fjalë donte të ngjitej në një mënyrë të caktuar, që kërkonte një stil, një teknik. Me rreth 200 kuaj fuqi, mund të transportonte ngarkesa prej më shumë se 40.000 pound dhe të arrinte shpejtësi afër 55 milje në orë në autostradat e reja të kohës, autobanet e famshme. Por kompleksiteti i tij ishte gjithashtu dënimi i tij. Motorët me 2 koha ishin të vështirë për të mirëmbajtur, kërkonin njohuri specifike dhe pjesë që nuk ishin gjithmonë të disponueshme. Përfundimisht, ranë në mospërdorim për shkak të rregulloreve mjedisore dhe kostove të operimit. Sot mbeten shumë pak ekzemplar në punë, shumica në duart e koleksionistëve të fiksuar pas ruajtjes së kësaj rrallësie mekanike. Krupp Mustang kujtohet si heavy metal i botës së transportit, i zhurmshëm, agresiv, kërkues dhe plotësisht i paharrueshëm. Një kamion që nuk kalonte pa u vënë re dhe nuk kërkonte falje për këtë. Deri këtu kemi parë rrallësi magjepse, makina me personalitet dhe zgjidhje mekanike të avancuara për kohën e tyre. Por 5 që vijnë janë nga një planet tjetër. Janë ata që sfiduan fizikën, ata që cuan fjalën kolosal në një nivel tjetër, ata që kishin nevojë për sisteme ftohjeje speciale për të mos u djegur, dhe një që mban një rekord botëror thjesht sepse ekziston. Përgatitu, sepse marramendja sapo do të fillojë. Numri 6. Berlier, 100, Francë, vitet 50.
Në vitet 50, Franca kërkonte të zgjeronte influencën e saj në Sahar. Problemi ishte se shkretira nuk ka rrugë dhe lëvizja e makinerive të rënda nëpër dunat e rërës kërkonte diçka që askush nuk e kishte ndërtuar më parë. Berliet, prodhuesi francez, u përgjigj me 100, një monstruozitet që dukej më shumë si një ndërtesë me rrota sesa si një kamion. Gomat e tij matnin më shumë se 2 metra lartësi, secila peshonte më shumë se një makinë kompakte dhe kamioni ishte aq i gjerë sa zinte 2 korsi të plota të një autostrade moderne. Për t'ju dhënë një ide, kur qarkullonte në rrugë, nuk kishte asnjë mënyrë për ta parakaluar. Thjesht nuk kishte hapësirë. Nën kapakun e tij, ose më mirë nën kabinën e tij, mbante një motor nafte V12 që zhvillonte 600 kuaj fuqi, një shifër monstruoze për kohën. Por mbreselënëse nuk ishte fuqia, por ajo që mund të lëvizte. Ngarkesa deri në 100 ton mbi rërën e lëshuar të shkretirës. Për të arritur këtë, Berliet u desh të përballej me një problem të papritur. Nuk ekzistonin goma të afta për të mbajtur një peshë të tillë pa u mbytur në rër. Kështu që, fjalë për fjalë, u desh të projektonin goma speciale, të prodhuara ekskluzivisht për këtë kamion, me një gjerësi dhe një vizatim të papar kurrë. 100 punoj në minat e Saharas për vite me radhë, duke lëvizur pajisje shpimi dhe transformator gjigant. Ishte një dinosaur mekanik në një mjedis parahistorik. Sot, vetëm pak ekzemplar mbjetojnë në muze, por sa herë që dikush qëndron para njerit, nuk mund të mos ndjejë atë rëqethje që prodhon të qenit para diçkaje që nuk duhet të ekzistonte. Numri 5. Oshkosh, modeli me 8 rrota motrice, vitet 70. Nëse ndonjëherë keni parë një insekt gjigant dhe keni ndjerë atë përzierje magjepsjeje dhe pështjellimi, Oshkosh me 8 rrota do t'ju prodhoj saktësisht të njëjtën ndjesi. I projektuar për ushtrinë amerikane në vitet 70, ky kamion dukej si një merimang mekanike, gati për të ngjitur në çdo sipërfaqe. Kishte 8 rrota dhe më e rëndësishmja, të 8 ishin motrice. Por ajo që e bënte vërtet special ishte sistemi i tij i drejtimit. Jo vetëm rrotat e para ktheheshin, edhe ato të pasmet e bënin, duke lejuar që ky kolos prej 30 tonësh të mund të kthehej praktikisht mbi veten e tij. Imagjinoni një kamion me madhësinë e një shtëpie, duke manovruar në një hapësirë ku një makinë normale do të kishte vështirësi. Ky ishte Oshkosh. U projektua për një mision shumë specifik: transportimin e misilave balistik dhe pajisjeve të rënda përmes terreneve ku nuk kishte rrugë, ku çdo automjet tjetër do të mbetej i bllokuar pas pak metrash. Kapaciteti i tij për të kapërcyer pengesa, për të ngjitur në pjerësi të pamundura, për të kaluar lumenj dhe këneta, e zhderoi atë në një mjet strategjik të pashmangshëm gjatë luftës së ftohtë. Shoferët që e përdornin thoshin se në fillim jepte frikë, sepse ai sistem drejtimi në të 8 rrotat bënte që kamioni të përgjigjej në mënyra të papritura. Por sapo mësoje t'i besoje atij, zbulonit se mund ta çonit në vende që asnjë automjet tjetër nuk mund t'i ndëronte. Një merimang mekanike prej 30 tonësh, që ende sot, gjysmë shekulli më vonë, imponon respekt. Numri 4. Le Tourneau, T4 97. Overland Train, SHBA, vitet 50. SG Le Tourneau ishte një burr me një fiksim, të lëvizte dhera, por jo çdo lloj dherash, por sasi industriale dherash. Dhe për këtë projektonte makina që sfidonin imagjinatën. Vepra e tij mjeshtërore, TK497, Overland Train, nuk ishte një kamion. Ishte një tren pa shina. Ishte 173 metra i gjatë, më shumë se një aeroplan bajtëse. Kishte 54 rrota, secila prej potojse 3 metra diametër, dhe ishte i fuqizuar nga një turbin gazi që gjeneronte elektricitet për të ushqyer motor elektrik në secilën nga ato rrota. Idea ishte të krijohej një automjet jaftë për të kaluar desert, tundra dhe çdo terren pa pasur nevojë për rrugë, duke çuar furnizime në vende të largëta ku nuk arrinin trenat konvencional. Kur lëvizte, dukej si një qytet mbi rrota që rrëshqiste ngadalë në horizont. Shoferi shkonte në një kabinë të ngritur, si një kapiten në urën e tij të komandimit, dhe pas tij shtriheshin module të pafundme ngarkese. Mund të transportonte deri në 150 ton përmes çdo terreni, por kishte një problem. Ishte aq i madh sa rezultonte jo praktik.
Kthimi kërkonte kilometra hapësirë dhe shpejtësia e tij maksimale ishte mezi 30 km/h. U ndërtua vetëm një prototip që sot pushon në një muze. Por sa herë që dikush e sheh, nuk mund të mos pyes veten se çfarë lloj mendjeje të çmendur konceptoi një monstruozitet të tillë. Përgjigja, një mendje që nuk prante limite. Numri 3. Kenworth Big Red, sahobi bia, vitet 60. Në vitet 60, Kenworth vendosi të bënte diçka që askush nuk e kishte tentuar. Të vendoste një turbinë gazi në një kamion. Rezultati ishte Big Red, një automjet që dukej si një lokomotiv mbi rrota me një kabinë futuriste që dukej e dal nga The Jetsons. Ishte më shumë se 12 metra gjatë dhe silueta e tij aerodinamike priste erën me një elegancë që asnjë kamion nuk e kishte pasur më parë. Nën kapakun e tij mbante një turbinë Boeing prej 600 kuajsh, të njëjtën që përdornin disa helikopter. Tingulli ishte shurdhues, një rënje vazhdueshme që bënte të drivej asfalte. Por gjëja interesante e Big Red nuk ishte vetëm teknologjia e tij, por qëllimi i tij. Kenworth e ndërtoi për të testuar nëse turbinat mund të ishin të zbatueshme në transportin e rënd. Përshkoi mijëra kilometra nëpër rrugët amerikane, duke tërhequr vëmendjen kudo që shfaqej. Njerëzit ndalonin për të parë, për të bërë foto, për të pyetur se çfarë ishte ajo anije hapësinore mbi rrota. Në fund, turbinat rezultuan të ishin shumë jo efikase për përdorim tregtar. Konsumonin karburant sikur të mos kishte të nesërme. Por Big Red vërtetoi se Kenworth ishte i gatshëm të rrezikonte, të ëndërronte, të ndërtonte gjëra që askush tjetër nuk guxonte as t'i vizatonte. Sot pushon në një muze, por influenca e tij ndihet në çdo kamion aerodinamik që shohim në rrugë. Ishte i pari që vërtetoi se një kamion mund të ishte gjithashtu një deklaratë e së ardhmes. Numri 2. Nikola Trak-Thomas, France, vitet 80 deri sot. Ky nuk është vetëm një kamion. Është limiti i asaj që një automjet rrugor mund të jetë para se të fillojë të duket si një makinë një qytetërimi tjetër. Nikola Trak-Thomas mban rekordin Guinness si kamioni më i madh i planetit. Dhe kur e sheh personalisht, kushton të besosh se është e lishme të qarkullosh me diçka të tillë. Mat 4 metra e gjysmë lartësi, ekuivalenti një kati e gjysmë. 12 metra e gjatë, si 3 makina familjare në rresht. Motori i tij është një Caterpillar F12 që gjeneron afër 1000 kuaj fuci, por shpejtësia kurrë nuk ishte objektivi i tij. Ajo që ka rëndësi është momenti rrotullues, ajo forcë brute e aftë për të lëvizur male. Përdor një konfigurim vjet me vjet, me 5 akse motrice, që do të thotë se të vjetë rrotat marrin fuci nga motori. Kjo i lejon të tërheqen ngarkesa që mund të arrijnë 550 tonë. Për t'ju dhënë një ide, kjo barazohet me tërheqjen simultane të rreth 40 autobusëve urban, plotësisht të ngarkuar nga një pikë e palvishme. Kur Trak-Thomas lëviz, toka duket se dridhet. U projektua për të lëvizur infrastrukturë kritike, generator gjigant, transformator elektrik, pajisje për projekte minerare ose energjetike në rajone të largëta si Afrika e Jugut ose Australia. Nuk është një kamion transporti i përditshëm. Nuk do ta shihni duke shpëndar mallra. Është një mjet strategjik i inxhinierisë moderne, një pjesë precisioni në një botë me përmasa kolosale. Për t'u zhvendosur, qofteve në distanca të shkurtra, ka nevojë për shoqërues, planifikim, leje speciale. Sepse madhësia dhe pesha e tij sfidojnë normat e rrugës tradicionale. Trak-Thomas përfaqëson ekstremet absolute të ambicies mekanike. Idenë se me fuci dhe dizajn të mjaftueshëm, pothuajse çdo mas mund të lëvizet. Numri 9. Mbreti i absurdit. Hayes Hatch DX, Kanada, vitet 50 deri 80. Nëse ndonjëherë keni para vull që dilte nga rrotat e një kamioni, ndoshta po shikonit një Hayes Hatch DX. Ky nuk ishte një kamion shpëndarje, nuk ishte një automjet ndërtimi konvencional. Ishte një monstruozitet i industrisë pijore kanadeze, i projektuar për një mision të vetëm: të zbriste malet i ngarkuar me trungje gjigant pa vdekur në tentativë. Rrugët e shfrytëzimit pijor në Kolumbian britanike ishin dhe vazhdojnë të jenë disa nga më të rrezikshmet e planetit.
Pjersi aq të anashkalluara sa frenat konvencionale thjesht mbinqeheshin dhe dështonin. Ngarkesa prej 200-300.000 pound druri që shtunin poshtë, duke u përpjekur ta kthenin kamionin në një preth të pakontrollueshme. Zgjidhja e Hayes ishte sa e thjesht aq edhe tmerruese. Një sistem frenash të ftohura me ujë. Kamioni mbante një tank gjigant prej 100 litrash, qëllimi i vetëm i të cilit ishte të spërkaste ujë mbi tamburët e frenave për të shmangur që ato të arrinin temperatura kritike. Sepse një Hayes Hatch DX duke zbritur një mal i ngarkuar, ishte praktikisht një zjarr potencial në lëvizje. Kur e shije të zbriste, mund të vëreja avullin që dilte nga rrotat sikur makina po merrte frym, si një dragua mekanik duke nxjerrë frymën e tij. Struktura e tij ishte brutaliste, katrore, e rëndë, e ndërtuar pa lëshime ndaj estetikës. Platforma e ngarkimit mund të maste deri në 14 këmbë gjerësi për të mbajtur trungjet më të mëdhenj. Lartësia e tij ishte friksuese, prania e tij dërmuese. Ishte një gjigant i projektuar për një mjedis ku një gabim do të thoshte të bie në një gremin, ku jeta e shoferëve vare nga faktori që ato frena të ftohura të punonin çdo sekond të çdo zbritjeje. Dhe e pabesueshmja është se shumë nga këta kamion ende punojnë në pyje sot. Jo sepse janë modern, jo sepse kanë teknologjinë e fundit, por sepse janë shumë rezistent për t'u tërhequr. Të ndërtuar në një epokë ku inxhinieria kërkonte diçka më të thjeshtë, por shumë më guximtare, Hayes Hatch DX vazhdojnë të jenë atu, duke sfiduar kohën, malet, gravitetin. Sepse në fund, këta kamion nuk transportonin vetëm dru, transportonin fiksimin njerëzor për të shtyr limitet e asaj që është e mundur. Dhe për këtë, pa asnjë dyshim, Hayes Hatch DX është mbreti i padiskutueshëm i kamionëve vintage më të huaj të ndërtuar ndonjëherë. Deri këtu kemi parë rrallë si magjepse, makina me personalitet dhe zgjidhje mekanike të avancuara ndaj kohës së tyre. Nga një kamion që dukej se buzëqeshte me fiturën e tij të Mickey Mouse, duke kalluar përmes një treni me 54 rrota që kallonte deserte si një qytet shëtitës, deri te mbërritja te ky monstruozitet kanadez që zbriste male duke nxjerrë avull si një draguaj mitologjisë nordike. Të gjitha këto automjete kanë diçka të përbashkët. Dikush guxoi të mendonte ndryshe. Ishin eksperimente rrotulluese, ide të çmendura që dikush nxori nga tabela e vizatimit dhe i vendosi mbi rrota, edhe pse gjithë bota mendonte se ishin të çmendur. Disa dështuan tregtarisht, të tjerë ndryshuan industrin pa e vënë re askush në momentin e tyre, dhe disa sot do të ishin të pamundur të homologoheshin për arsye sigurie që as nuk ekzistonin kur u ndërtuan. Por historia e transportit nuk përparon vetëm me dizajne të arsyeshme dhe të mërzitshme që përsërisin formula të testuara tashmë. Përparon me inxhinier që guxuan të pyesnin, po sikur t'i vendosim 54 rrota. Me ndërimtar që shikuan një mall dhe pan një sfidë, jo një pengesë. Me të çmendur gjenial që nënshkruan plane që çdo tjetër do t'i kishte grisur dhe hedhur në plera.